Shpesh herë ata që duhet me kenë shembull i besimit, janë turpi i besimit. Në vend që të frymëzojnë besimtarët, i dekurajojnë me negativitetin e tyne, me pesimizmin e tyne, dhe në vend që me nxit besim, në vend që me nxit kurajo, në vend që me frymëzu për vizionin e Perëndisë bojnë të kundërtën. Ne kena përgjithësi me kenë shembull besimit. Ne kena përgjithësi me lanë një trashëgimi besimit të brezat që vinë. E jo me lanë mallkim në jetën e tyne. Gjithçka që ne mjellim, atë do të korrim. Nëse ne mjellim bindje, kena me korr frytet e bindjes, dhe jo vetëm ne, por edhe fëmijët tonë edhe fëmijët e fëmijëve tonë. Por nëse ne mjellim mosbindje, pasojat do të jenë edhe mi brezat që vinë vëllezër e motra. Për ne, të cilët dëshirojmë ose aspirojmë me kenë shembull besimit, duhet mendohena mirë për atë shembull që lajmë tek fëmijët tonë.